Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një konferencë për mediat ku ka reaguar ndaj raportit të OSBE-s Odirit për zgjedhjet e 11 majit, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për heshtje dhe mashtrim për të fshehur dështimin. Berisha tha se përpjekjet e qeverisë për të ndikuar raportin dështuan dhe se dokumenti përfundimtar konfirmon shkelje të rënda të parimeve ndërkombëtare të zgjedhjeve. Siç kisha paraqitur dokumenta zyrtare që faktonin ndërhyrjet brutale të qeverisë shqiptare pranë institucioneve të vëzhgimit dhe direkt vëzhguesve ndërkombëtar për të ndryshuar termat e përdorura në raportin e tyre kundër për zgjedhjet e 11 majit, janë bërë përpjekje të cilat me kënaqësi të madhe u them shqiptarëve se patën zero efekt. Është në meritën më të madhe të institucioneve që vëzhguan zgjedhjet, që i qëndruan fjalë për fjalë të gjitha konstatimeve që faktojnë një farsë të vërtet elektorale në 11 maj. Raporti përfundimtar mbështet plotësisht tezat e raportit paraprak se në zgjedhjet e 11 majit u shkelën parime themelore të zgjedhjeve ndërkombëtare për zgjedhjet të mishruara në Kartën e Kopenhagenit, në platformën e Këshillit të Europës për zgjedhje, në Kodin e Venecias, në dokumentat më serioze ndërkombëtare për zgjedhjet. Ato faktojnë se kodi zgjedhor në nenet e tij për përcaktim në rregullave të fushatave elektorale u thye 4500 herë me evente të ndaluara gjatë fushatës para dhe gjatë fushatës elektorale. Mëtej Berisha theksoi se kodi zgjedhor është shkelur mbi 4500 herë gjatë fushatës me shpenzime prej qindra milion eurosh për të ndikuar votën e qytetarëve.